Gjatë muajve të verës, përveç plazhit dhe relaksit buzë liçenit, vizitorëve në Pogradec u ofrohet një përvojë ndryshe, shëtitjet me kanoe në ujërat e qeta të liçenit të Ohrit. Ky sport ujor, i cili ka nisur të ushtrohet prej disa vitesh, po fiton popularitet dhe po tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Kemi rreth 7 vite që ushtrojmë këtë aktivitet, ka pjesëmarrje të gjerë nga të gjitha grup moshat le ta quajmë, por më shumë janë të interesuar të rinjt, në të cilët promovohet edhe shëndeti mendor, po shëndeti fizik njëkohësisht. Po edhe turistët tuaj janë shumë të interesuar sepse kërkojnë një jetë aktive, le ta quajmë. Ai vjen në qytetin tonë, vjen në qytetet e tjera, po njëkohësisht do të merret me një aktivitet në të cilën e ndjen veten të shlyer përkundrejt pushimeve që bëjnë. Dhe nuk ka si turizmi aktiv, le ta quajmë. Gjithnjë e më shumë turist zgjedhin të eksplorojnë liçenin me kanoe dhe interesi për këtë aktivitet është në rritje nga sezoni në sezon. Shpresoj që këtë vit të kemi më shumë turist, sepse gjithmonë është në rritje. Turistët tashmë po vinë nga viti në vit, madje kanë ardhur edhe nga 2 herë apo 3 herë, domethënë është era e dytë apo era e tretë që vinë në Shqipëri. Dhe ne jemi pjesë e këtij turizmit të Shqipërisë, domethënë kur kanë itinerarin në juglindje apo në Pogradec. Shëtitjet me kanoe janë kthyer në një element të rëndësishëm të ofertës turistike të Pogradecit, duke kontribuar në diversifikimin e aktiviteteve gjatë sezonit dhe duke i shtuar qytetit një tjetër vlerë rekreative.